يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe atyre që ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të poshtë jemi duke folur rreth jetës në varr, por ende tash jemi në hyrje se si përfundon jeta e njeriut para se me ardhë në jetën në varr. Dhe herën e kaluar i kena përmend disa gjëra që se si e kanë trajtuar, si është trajtuar në dinin islam, çështja me kërku vdekjen. Me thonë Zot, merr ma shpirtin se më ka mërzit dunjoja e kështu me radhë, a ban apo nuk ban. Dhe përmendëm që nuk është e lavdruar, është me kryh, jo e mirë, nëse na i drejtohemi Allahut. Kemi probleme të dunjos edhe i drejtohemi me këtë shprehje, veç kaq, o Zot, merr ma shpirtin, se më ka bo bajat dunjoja, merr ma shpirtin me çikaq. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha në hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi, tha: La yatamanna ahadukum al-maut min durrin asabahu. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse ndonjërin për juve e godet ndaj sprovë, e godet diçka prej problemeve të dunjos, prej varfërisë, prej hidrimit, mërzis, vdekjeve, mos të thot, mos të të Zot, po du me vdek, ose merr ma shpirtin. Mos të thot këto. Dhe El-Hafidh an-Nawawiu, kur e ka zbërty këtë çështje, thot se nëse të peqiti hadithit, mujna me kuptu tashti diçka tjetër, thot El-Hafidh an-Nawawiu se nëse është çështje e dunjas, është me kërku vdekjen, e urrejtur, jo e mirë. Ndërsa, nëse ki probleme, fitne që i tuna, nëse godet, ki frikë që po të godet na i fitne, në feje, fitne spruv, na i spruv në feje, e atëherë, thotë Nawawiu se në këtë rast nuk është me kryh, së është e urrejtur, nëse është çështja e fesë. Ndërsa jashtë asaj në për probleme të dunjos dhe në çështjet e urrejtur. Ata që kërkojnë vdekjen e kanë edhe një jo kuptim të mirë të ajeteve dhe haditheve. Prej ajeteve thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Që i bjen se Allahu azza wa jalla sikur ti dënonte njerëzit, sikur ti dënonte njerëzit për padrejtësinë që ata bëjnë, s'kishte me lanë as një njeri në tokë. Mirë po Allah azza wa jall i avonon, nuk ja merr shpirtin me i herë, edhe pse ata bojnë zullume dhe padrejtësi, deri kur? Deri në exhelin, në caktimin që ai veç ja ka caktu. Veç ja u ka prej dhe ja ka caktu Allah azza wa jall. Edhe kur të vjen pastaj tha Allahu, këtë ajet që e lexova, pastaj tha kur vjen caktimi i Allahut, e gjeli kur t'i vjen, as nuk i vënohet, as nuk i vjen para kohe. E tashti nëse njoni, o Zot merr ma shpirtin, ka pak një tru ju kuptim të mirë të ajetit, se mendon tashti që ai ka me thonë Zot merr ma shpirtin, ka me dorë shpirti para se mi ardhë caktimi i Zotit. Allah këto ka caktu, se so ka me jetu. Kështu që ndash të fundit, e ndash tha që ka me pelus Zotit ma morë shpirtin, ndash jo, apet pa jorë caktimi që ja ka caktu Zotit nuk i del shpirti. Kjo kuptim ju i mirë i kësaj.
ai që kërkon vdekjen. Pastaj, një hadith tjetër që sjell Tabaraniu dhe Sheikh Shoibi ka thënë se vërtet, edhe Sheikh Albani ka thënë se vërtet, vjen prej Ebi Umamës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu ju drejtohet njerëzve krejt shokëve të vet, po njerëzve krejt, kur thot se tha inna ruha al-Qudus nafatha fi ru'i ose rawi, dy lexime. Tha pejgamberi këtu, o ju njerëz, Meleku Gjibril me pruni shpallje, me fryu, ose me pruni shpallje në shpirtin tem, ose zemrën time. Se shpalljet e pejgamberit kanë metoda të ndryshme, dikun tjetër kam pas përmend, tash tu nuk hina, vetëm se thot ma pruni shpalljen në zemrën time. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Se nuk ka mundësi me vdek ndaj njeri pa e plotësu riskun që Zoti ja ka caktuar. Pa i hangër kafshatat e fundit, që Zoti ja ka shkruar me ngran, e gjeli nuk i vjen, vdekja si vjen. Ndash e kërkoj vdekjen, ndash se kërkoj. Glënkat e ujit, pa i pi ato që Zoti ja ka shenu. 50.000 vjetë para se me kriju tokën edhe qiellin, ta ka caktu ty dhe muso kena mi pije sa me ngran, pa u kompletu që ato, e gjelis vjen. E prandaj caktimi me vdekës vjen. Edhe krejt bota nëse quhen kom, kundër teje, apet, ti s'ki me vdek pa i pi që ato, edhe pa i ngran që ato. Pejgamberi kështu i tha, Meleku me pruri shpallje në zemrën time, se nuk vdes njeri derisa ta plotson riskun e tij. Derisa ta plotson riskun e tij. Prandaj vazhdon hadithi, fattaqullaha wa ajmilu ose ajmilu fi talab. Ta prandaj keni frikë Allahun dhe kur ta kërkoni riskun, kërkoni me të mirë, me halal. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. Edhe mos ju ban juve nëse ndonjonit për juve. Ju paksohet pasuria, e ka pak varfëria. Mos ju ban kjo juve që me kërku riskun në mënyrë haram, por kërkone halal. Por pjesa e parë e hadithi për në interesën, çka tha? Gjibrilin pruni shpallje në zemrën time, se s'vdes njeri pa e hongër riskun që Zoti ja ka caktuar. Edhe ai pra që e kërkon riskun, e kërkon e gjilë, o Zot, du me vdek, nuk është, ose nuk e ka kuptimin e qartë të ajetit që përmana më lart, edhe këtij hadithi tani pak më poshtë. Pastaj dietarët islam, shkutoj desene, pastaj dietarët islam thanë, po e mbledhëm këtë temë që mos më zgat, po e mbledhëm këtë temë se si shkon çështja e kërkimit të vdekjes. E para thanë, është ajo që na kanë fol. Nëse ki probleme të dunjos, varfëri, skamje, smundje, vdekje të antarëve të familjes, edhe të bëhet baja tjetër, o Zot merr ma shpirtin. Nëse njëri thotë çështo, veç pa shtesa heq, o Zot merr ma shpirtin, në këtë rast personi i tillë ka bërë një vepër të urrëtur. Ka bërë një mekruh, jo një diçka të pëlqyer, e asë të lavdruar tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj, por vetëm se në çky rast, çky person, mos mendo tani që si të vdek shkon të rahatohet, se do të mora rahatu për problemeve. Qyshe përmenëm rastin herave të kaluara, rastin e Aishës. Kur i tha Aisha, vdiq filanja, u rahatu. Pejgamberi u skuq, u hidhru, tha mos thuj se u rahatu. Tha se rahatohet veç ai që Allahu e fal. Veç ai është i rahatuar. E mos mendo dikush që i shkoi një antar i familjes në botën tjetër, u rahatu ai. Ja? Ndoshta që atu ka fillu problemi me i tij pastaj. Ndoshta që atu fillojnë dhimbjet e mëdha. Mirë po e rahatuhet veç kush, veç ai që tha pejgamberi sallam, veç ai që e fal Allahu Azza wa Jall. Ndërsa,
Por ako na e falë tolerimi që ky personi, ako na e falë tolerimi që mes jam shirë rrugë krejt, e konja. Na tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha, mos kur ta kop ndaj problem dikan për juve, mos ta kërkon vdekjen. Vazhdon hadithi në dy sahihet. Fa in kana labud nëse është pa tjetër, thët, për me kërku vdekjen, le të thët, o Zot, Allahumme, ahyini ma kanat il hayatu khayran li. O Zot, banëm që tjetaj nëse jetë është hajër për mu. E shtën me kusht. E shtën me kusht. O Zot, në kuft jeta hajër për mu, banëm që tjetaj. Mës kuft jeta hajër për mu, merëm. Me qitë kushtin me shtu, mja dërzu Allahu direkt çështjen ban. Edhe nëse janë probleme të dunjos që përmendu më lartë, a pa qitë kushtin me Zot, o Zot, merë ma shpirt, jam mërzit, kështu ju, me kryh, e urrejtur, ju e mirë. A me thonë o Zot, në kuft jeta e jam e mirë për mu, merë ma, mës kuft, ma hajnë botën tjetër, atër merë ma ndejnë. Ja ban kështu me kusht Allahu të zëvgjel. Sikur kjo bëhet krahasim, sikur ndonjëri prej muslimanëve e ka një problem, edhe s'po din a më janis me kry qit punë apo jo. A me marr qit udhtim, a mos me marr. Çka ban? Çka preferohet tek na? Preferohet me bëni namaz istikhare, i thojnë. Istikhare është mjalon zgjedhje Allahut. Kjo është edhe prej sunetit, edhe prej veprave të mira. I fal 2 recate, edhe ose në ato 2 recate ndëç, mësdëç edhe mas atyre, mbrana recateve e thua Zot, ti e din të ardhmen time, unë se di, tashme dhe të ardhmen ti e din. Në koft në të ardhmen për mu, për tashmen time dhe për të ardhmen time, veprimi soj punë që unë e po du me bon, e mirë për mu, ban ma që ta banji. Mës koft e mirë, largëm për i kësoj punë dhe zavendësëma me një matë mirë. Edhe ndonjënit për shamu donë mu feju, në një pa fejuar. Këshin pa feju, më shohë zoti fejen. Do më thonë jeni të pa fejuar ndonjënit, edhe ka gjithë një nusja kënë gjithë antartë, këtë isha, por tashti nuk është shumë i sigurt në këtë person, si spjanje fare fisnin e vetë, babalartë e migjalartë e rejthin e spjanje, nuk ka shumë informacione, po ka pak dyshime, i banje 2 namaz istikhare, nuk është e prej me vish 2, mund 2, mund vazhdimisht 2 sote, 2 nese, 2 mas nese, vazhdimisht deri sa të kompletuhet çështja. Edhe i thua Zot, që përmana më herët, nëse, përshkurtoj, nëse martesa ime me këtë vajzën që ma kënë gjithë është hajër për mu, atëherë Zot mundësëma që të martohna me të. Mës kuft hajër për mu, atëherë Zot largëm prej këti njeri, zavendësëma këto me një matë mirë. Pse e pruna këtë? E pruna me të regu që nëse kështu pu bajka, pu pelqejka, atëherë lejuhet edhe për çështje të vdekjes, me kërku vdekjen. Me thonë, o Zot, alayhi selam, nëse jeta ime është ma hajrë për mu, banëm që t'jetaj bre. E në kuft, vdekja ma hajrë, banëm që të vdes. E me thot drejt, kur tu është për shembull, o Zot, merr ma shpiti, kështu veç që vjen nëse ki siguri që për ti e i falur në botën tjetër. Kur ki kështu siguri, e thu, bilazme të prej, me kështu e thu, one pa të vdes, se në botën tjetër rahat, jam i falur, anë e knej, kjo është çështje, po këto normal që nuk e kemi këtë mundësina me ditë. Rasti i parë, pra që kjo, e rasti i dytë, që pahi me kësi detaje heq, është një rast që lejuhet me kërku vdekjen. Se deri tashti për këtë tim, aty pak më ndësh. Tashti për të regojmë. Është një rast që lejuhet me kërku vdekjen. E cili është ai rast? Ai rasti është nëse ndonjëri prej neve ka frikë. Nëse ndonjëri prej neve ka frikë që mos po bjen në sprova. Mos po sprovohet më najsen çështja e imanit, besimit. E shet që në zamanin tonë ka ndodhur fitne, bas sprova, njerëz po dalin për fesë, njerëzit ja kanë nis po audhu billah, po e fyn fejen, po e fyn pejgamberin sam, rrethi që të jetën kanë fillu me lëshu fejen, anë kënej, edhe nëse ki frikë, nëse ki frikë që mos rastisht po bidhen që tu, se është kam sjellë të rrethit fitneja, atëherë është rast
që lejohet me thonë o Zot, nëse do me sjell fitnë e karrethi jam, ose o Zot merr ma shpirtin se po kam frikë, mos po bin sprov të fesë. Mos po dal për fesë, mos po dezertoj, mos po janisi me fol keq për fejë, ndeshta kam fol mirë, po qysh po flitet në rrethin, atër po tutna mos po bi, o Zot merr ma shpirtin. E që tu, direkt ban me thonë. Argument, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në hadithin veç hadith e për poshtë, hadithin që sjell Tirmidhiu, është hadith i gjatë, interesant hadithi kë, najherë nashta, diku nuk më spjegu, po najherë nashta e spjegoj, konkluzën për bi. Kur i tha Allahu pejgamberit, pse u vënu njëherë pejgamberi namazën e sabajt, edhe i tha Allahu, e tasht o Muhammed, lëp çka dush se tipet. Një hadith i gjatë me bi visha ato që po më intereson për temen. Tha e lëp çka dush se tasht, edhe unë kam e ta dhon. Tha o Zot, nëse është kështu tha, wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Tha nëse kështu pas natë të drejt më kërku, o Zot, nëse rastisht nëse ti po don me lshu një sprov në mesin e njerëzve, merr ma shpirtin pa u sprovu unë me atë sprov, me atë çështje të imanit, të besimit. E sheh që ke lshu sprov, njerëzit po dolin për dinit, njerëzit po e fyn, nëse tha vet pejgamberi bëri këtë do. Pra përderisa po leja i ka, nëse ti do me lshu sprov fitnë në mesin e një njerëzve që unë jam ato, merr ma shpirtin pa u sprovu unë. Kur është çështja kështu, lejohet, ndryshe mbetet aja që tham më lart. Na kanë mbetet pak çështje se kur lejohet, ç'ish lejohet, kur do përjashtime sene, mbeten herave të tjera, lutemi Allah të na fort të mëshiron, lutemi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.